jetojmë sot na s'po vujna me dallu kush po Unë na do mendoj të që mirën. sot këshillat nuk kanë vend, as te martesa, as te krijimi i familjes, për shkak se rrethonat nuk kanë vend dhe hapësirë me i pranu këshillat e dikujt tjetër. Në rast se unë nina e gatshme u martuane, pranë martohna, jo martu, ndohna. Tipi këshill vetë more nëse diçka du. tjetër, a mo janë rrethonat e mia, pjekuria jam emocionale, që ajo që më determinon ajo me gatshme ajo. Njëjtë është edhe për fëmijët. A din cilat këshilla që kisha pranuar për shembull, gjatë që nuk truni jam nuk e koncepton ditën e sodit kur teknologjia është në kulm, mjekësia është në kulm, me të thonë për shembull filon njeri, shko te filon ginekologu, shko te filon urologu, që kjo për mua është shumë banale. Është presion i tepërt edhe unë e zgjedhi a du me shku te qaj, a te qyky, a ka nevoj burri, a ka nevoj, a kam nevoj une. A din, nuk është sot kërkush në botë, nuk mundet sot mos me di që ekziston një kontroll mjekësore. Është banalitet. Nëse heq bre kur gjë nevoja ty të qanë që aty, nëse për ty është i rëndësishëm edhe ty të ka dalë një filon mjeku i mirë, nuk do të thotë që janë për krejt. Që kjo është mandej presioni edhe shëndetësor, ti fillon me thonë, ajo mirë, unë me shëndet, çka ka ndodhur me mua. Ti ndoshta e ke një problem tepër të vogël hormonal, që është me një medikament tepër të vogël rregullohet edhe jenë rregull. Amo presioni që ta bëj njëjtë, psiqikën tonë mo nuk e lan të qetë. Edhe që ajo psiqika jote ashtu edhe stresi ndikon fillon me determinu çka ka ndodhur me mua, pse veç unë s'po muna, a din janë pyetje depresion. Unë e përqito jo apel, po super apel kisha bo. Sidomos grave është absurde, mi u ngatru dikuj njetë se ti nuk e din sa shumë janë ngarkon gjendjen emocionale që asaj gruje. S'po flas për burrat, se këta nuk janë empatik në qëtë pikë. Jemi pak më të ftoftë ndoshta, po jo të paprekshëm. Në fund të fundit, po Roland, tje i paprekshëm, ndoshta emocioni jot është pak më i ftoftë, po në fund të fundit nuk është që s'mendon edhe ti me boqët zgjedhje, me jap kohje çti problemi, po presioni që i bëhet një mashkull në krahasim me një femën është femra merr edhe se na zakonisht jo e merrni pak më kur i bëjmë takimet me familjare